bujq që do të jenë subvencionuar nga ne me një investim ose subvencione të barabarta. Kemi subvencione në inpute bazë, pastaj do të kemi shtrirjen e rrugëve me zhavor ose dhe asfaltimet ku ka nevojë. Plani jonë është i hartuar mbi nevojat dhe kërkesat të cilat i kanë qytetarët e komunës së Ravecit dhe ato nuk janë pak. Ne kemi ndërtuar një plan i cili përbëhet prej 10 pikave apo 10 tematikave kryesore, natyrisht si kryesorja është bujqësia, e cila do të jetë e subvencionuar nga ne, bujqë do të jenë subvencionuar nga ne me një investim ose subvencione të barabarta, me marketing dhe po ashtu një promovim ndërkombëtar. Gjithashtu do të kemi subvencione në inpute bazë, pastaj do të kemi shtrirjen e rrugëve me zhavor ose dhe asfaltimet ku ka nevojë, një laborator për analiza bujqësore dhe gjithashtu do të kemi edhe investimet e tjera në serat dhe çanat grumbulluese, agropërpunuese të cilat janë. Kjo është pjesa kryesore ku bujqëve do t'i rrim pranë dhe natyrisht do të kemi një bujqësi të organizuar që shpeshherë ka potencuar si një bujqësi intenzive në këtë rast që duhet ta zhvillojmë në komunën e Ravecit. Po ashtu një çështje tjetër shumë e rëndësishme është agroturizmi, i cili nuk duhet të kuptohet agroturizmi vetëm si fjalë kujtimesh ose si fjalë historish, por në realitet duhet të zhvillohet një agroturizëm i cili ka të shndrohet, të konvertohet në potencial ose zhvillim ekonomik. Do të investojmë po ashtu në bujtina të ndryshme familjare, ata të cilat realisht dëshirojnë të kontribojnë, pastaj do të kemi edhe hapësira të ndryshme të cilat realisht mund të bëhen si pikniqe të ndryshme në zona të ndryshme rurale, sepse Raveci ka një relief të jashtëzakonshëm gjeografik, ku mund të investohet dhe të bëhet një imazh i jashtëzakonshëm i Ravecit edhe për turistat e huaj, por edhe të brendshëm. Pastaj do të kemi gjithashtu edhe arsimin, një temë jashtëzakonisht e politizuar në komunën e Ravecit, ku arsimi duhet të depolitizohet, por dy pika kryesore që mund t'i përmendim për arsimin është gjithashtu që do të kemi një arsim dual, ku nxënësit të shkollave të mesme, të profesionale dhe mikse do të kenë gjithashtu një praktik të domosdoshme, sidomos në sezonin e verës, ku do të kemi kompani të ndryshme dhe do të kemi gjithashtu edhe shërbime të ndryshme cilësore.